Dje në ora 14 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 29 vjeçare nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se ajo kishte sulmuar fizikisht djalin e saj 7 vjeçar. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 12:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 38 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se ka vërejtur se nga data 30 qershor 2026 deri më datë 15 korrik 2026 janë kryer 78 transaksione të paautorizuara me kartelën e saj debitore, me çka është dëmtuar për një shumë të përgjithshme prej 226.172 denar, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 11 në rrugën Kuzman Josifovski Pitu në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov në bazë të urdhëresës gjyqësore kanë privuar nga liria një 59 vjeçar nga Tetova, i kërkuar për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 235A paragrafi 1 i kodit penal. Ai është dërguar në institucionin ndërshkimor përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në ora 17:45 në bulevardin Vëllezri Gjinoski në Gosivar, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në trafikun rrugor Gosivar ka ndaluar një moped me targat Gosivarit i drejtuar nga një 17 vjeçar nga fshati Bellovisht, Gosivar. Gjatë kontrollit është konstatuar se i mituri po drejtonte mopedin para se të fitonte të drejtën e drejtimit, përkatësisht pa patent shofer. Pas konsultimit me prokurorin publik, shoferi është privuar nga liria, mopedi është konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit do dorëzohet kallëzim përkatës.